Vetëm një banane në ditë I jep lam të mirë çdo problemi. Ja si ta përdorni. Banania, fruti verdh egzotik jo vetëm që është I shijshëm, por na ofron më shumë përfitime shëndetësore se sa mund ta keni menduar. Një banane në ditë ju ndihmon të përmirësoni organizmin tuaj, ngre humorin, pastron trupin nga toksina dhe gjithashtu I mban sytë tuaj akoma dhe më të shëndetshëm. Gjithashtu, përfitimet e tyre do t'jenë vërtet të mëdhaja. Nëse mendoni se me kaq mbaruam, gabuheni. Shtimi I bananeve në dietën tuaj mund të mbrojë trupin tuaj nga radikalet e lira, duke pasuruar atë me antioksidantë të vlefshëm, të cilët do të përmirësojnë shëndetin tuaj dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ekspertët cilësojnë bananen si një prej ushqimeve më të mira të cilën duhet ta keni pjesë prezente të dietave tuaja të rregullta. Bananet do të forcojnë sistemin nervor dhe ndihmojnë në humbjen e peshës së tepërt. Janë një burim shumë I mirë I potasiumit, magneziumit, vitaminave B dhe një banane do të ofrojë gjithashtu 450 mg kalium, 30 gram karbohidrate, 3 gram fiber, 19 gram sheqer dhe 1 gram protein. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi I bananeve. Shtimi një banane të paktën çdo ditë në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Bananet ndihmojnë ose në parandalojnë një sër komplikacionesh siç mund të jenë nervozizmi I tepërt. Bananet janë të pasura me vitamina B, të cilat ndihmojnë në qetësimin e nervave. Vitamina B6 përmban dhe rregullon nivelin e glukozës në gjak, e cila mund të ndikojë në gjendjen tuaj emocionale. Bananet janë të mira edhe për personat që vuajnë nga anemia. E pasur me hekur, bananet mund të stimulojnë prodhimin e hemoglobinës në gjak dhe të ndihmojnë kështu edhe në rastin e anemisë. Bananet janë të mira kundër problemeve të depresionit. Sipas një studimi të kryer nga Mind, në më shumë se 50.000 njerëz, personat që vuanin nga depresioni, shumë prej tyre janë ndier më mirë pasi kanë ngrënë banane. Kjo për shkak se bananet përmbajnë triptofan, një lloj proteine që trupi e shndërron në serotonin, që njihet si relaksues, përmirëson gjendjen emocionale dhe në përgjithësi bën të ndihesh më I kënaqur. Bananet janë të mira kundër tensionit të lartë të gjakut. Ky frut I mirë tropikal është ekstremisht I pasur me potasium dhe me sasi të vogla të kriprave, duke bërë atë të përsosur për të mundur shtypjen e gjakut. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve të kokës. Përgatisni një milkshake me banane duke përzier atë me mjalt. Banania qetëson stomakun, kurse me ndihmën e mjaltit rrisi nivelin e zvogëluar të sheqerit në gjak derisa qumshti zbut dhe rihidraton sistemin tuaj. Bananet janë të mira kundër të vjellave të mëngjesit. Kjo manifestohet në fillim të shtatzanisë kur gratë kanë të vjella në mëngjes. Me ngrënien e bananeve në mëngjes të ushqimeve ditore ndihmoni në nivelet e sheqerit që të rrinë konstante dhe të shmangin gjithashtu të vjellat e mëngjesit. Bananet janë të mira kundër pickimit të mushkonjave. Para se ta aplikoni krem kundër pickimit të mushkonjave, provoni të fërkoni të brendshmen e lëvores së bananes mbi vendin ku jeni pickuar. Shumë njerëz kanë treguar se kjo me sukses do të zvogëlojë entjen dhe irritimin dhe do t'jap gjithashtu rezultate mjaft të mira. Bananet janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të trurit. 200 studentë në shkollën Taekwondo të Anglisë janë ndihmuar në provimet e tyre gjatë një viti duke u konsumuar vazhdimisht bananet. Kështu përfitimet e tyre në dobi të shëndetit ishin vërtet mbreslëndse dhe patën gjithashtu një lehtësim më të mirë kundër këtyre situatave stresuese. Për sa kohë bananet I konsumoni me kujdes dhe brenda normës lejuar, përfitimet e tyre do t'jenë të menjëhershme. Bananet janë një frut I cili mund të ndikojë pozitivisht edhe në sistemin tuaj tretës duke e lehtësuar atë. Bananet ndihmojnë që aktivitetet e jashtëqitjes të gjenden të rregullta dhe kështu të kaloni pa problem
kapslëkun edhe në një mënyrë më të lehtë. Bananet janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve të ulçrës. Bananet përdoren si ushqime kundër çrregullimeve të zorës për shkak të materieve së botës të tyre. Gjithashtu ato do të neutralizojnë aciditetin e tepërt dhe do të zvogëlojnë irritimet të cilat shkaktojnë edhe probleme me shëndetin tuaj tretës. Shtimi i bananeve në dietën tuaj do ju ndihmojë gjithashtu edhe në kontrollin më të mirë të temperaturës trupore. Nëse her pas here keni temperaturë të lartë dhe të luhatshme, banane në dietën tuaj mund të jenë një ndihmë shumë e mirë në këtë aspekt. Bananet janë një frut shumë i mirë kundër çrregullimeve. Është një frut sidomos i cili mund të luajë një rol kundër këtyre çrregullimeve. Forma e depresionit që ndodh te disa njerëz gjatë një sezoni, sidomos kur janë më pak të ekspozuar në diell, mund të lehtësohet me përdorimin e bananeve. Bananet ndihmojnë ata që vuajnë nga kjo gjendje për shkak se ato përmbajnë triptofan, rregullues natyral të gjendjeve emocionale. Bananet janë të mira gjithashtu kundër problemeve të stresit. Potasiumi është një mineral vital i cili ndihmon në normalizimin e rrahjeve të zemrës, dërgon oksigjenin në tru dhe rregullon balancën e ujit në trup. Kur jemi të stresuar, ritmi i metabolizmit shpejtohet, kështu që do të zvogëlohet niveli i potasiumit. Këto mund të ribalancohen me ndihmën e bananeve, të cilat janë shumë të pasura edhe për gjendjen tuaj shëndetësore. Prandaj ekspertët këshillojnë se ato mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë kundër këtyre komplikacioneve. Bananet janë një frut shumë i shëndetshëm kundër sulmit në tru. Sipas ullumtimeve të The New England Journal of Medicine, nëse hani banane si pjesë normale e dietës suaj, mundeni të zvogëloni dukshëm riskun e humbjes së jetës, kryesisht nga goditja në tru me të paktën 40%. Bananet janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese edhe në lehtësimin e lythave. Ata të cilët ndjekin dieta të ndryshme alternative betohen edhe për shkak të vetive që kanë bananet kundër largimit të lythave. Mjafton të aplikoni lëvoren e brendshme të bananes në lytha dhe kështu ajo do të ofrojë një lehtësi më të mirë të tyre dhe largimin përfundimtar të tyre. Bananet janë një frut shumë i mirë edhe kundër djegjeve të stomakut. Bananet kanë efekte të mira të larta antiacide në trup, sidomos nëse vuani nga thartira. Provoni të hani një banane për të çliruar në këto situata të caktuara. Shtimi i bananeve çdo ditë në dietën tuaj do ju jap përfitime të menjëhershme edhe në lehtësimin e komplikacioneve dhe rritjen e vlerave të shëndetit tuaj. Ekspertët thonë se shtimi i bananeve në dietën tuaj të përgjithshme do t'i jap edhe një sër elementësh të rëndësishëm. Bananet janë një nga frutat më të pasura me nivele të larta të kaliumit, të cilat ndihmojnë gjithashtu edhe ata persona të cilët do vuajnë nga hipertensioni. Parandalojnë depresionin ose gjendjen e trishtuar pasi përmbajnë sasi shumë të larta të triptofanit, aminoacidi i cili transformohet në serotonin, neurotransmetuesi që na bën të ndjehemi të lumtur. Bananet janë një vakt ideal para palestre. Të gjithë personat të cilët kanë probleme me gastritin ose kanë refluks të shpeshtë mund të konsumojnë çdo ditë për të balancuar aciditetin e stomakut të tyre, sidomos kur kalojnë orë të gjata pa konsumuar ushqime. Ndaloni dhimbjet muskulare. Tendinat e dëmtuara gjithashtu mund të mbahen në kontroll me përdorimin e këtij fruti, pasi ai përmban një sasi shumë të lartë të kaliumit, kripra minerale që ndihmojnë në largimin e dhimbjeve dhe parandalimin e këtyre kontraktimeve. Për sa kohë bananet konsumohen me kujdes dhe në formën e tyre natyrale, përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse. Sigurohuni të konsumoni brenda sasive të lejuara që gjithashtu përfitimet në organizëm të jenë të plota dhe pa efekte anësore. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.